Në titullin Skena dhe prapaskena akademiku, profesori politikani shquar Vlonjat, ish ministri dhe ish kryetari Partisë Agrare Ambientaliste, Lufter Xhuveli, promovoi librin e tij me kujtime në Vlorë, ku rrëfen ngjarje në të cilat ka qenë i pranishëm dhe njohjen e takimet e tij me drejtues politik komunist e të periudhës postkomuniste. Figura e profesor Xhuvelit mbetet një ndërthurje rrallë mes shkencës dhe politikës shqiptare. Të pranishëm në promovim ishin edhe shumë intelektual të Vlorës. Promovimi i kësaj vepre shumë dimensionale në qytetin e tij të lindjes ishte një moment nderimi dhe respekti për figurën që profesor Xhuveli përfaqëson. Me trajgjasi në zemër dhe me Vlorën në shpirt, ai mbetet një personalitet i lidhur fort me rrënjët dhe identitetin e tij. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj në fjalën që mbajti gjatë ceremonisë tha se Lufter Xhuveli kontriboi në politikë si ministër dhe drejtues shtetëror me dinjitet dhe vizion, duke mbajtur një qëndrim korrekt qytetar në momente të caktuara të politikës. Në fakt është një libër që lexohet me ëndje dhe është një ftesë për të kuptuar më mirë dhe për të kuptuar më thellë kushdo tani më nga një sy shumë racional figurat dhe ngjarjet që kanë formsuar shtetin shqiptar modern, por dhe për të lexuar pas faqes zyrtar të historisë në prapaskenas, ku shpesh fshihet njerëzorja, vendimi, dënimi, ndonjëherë edhe tragjika, sidomos diktatura i kishte të theksuara këto momente. Skena dhe prapaskena mund të konsiderohet dhe vlerësohet edhe si rrëfim i përfaqësuesit, një përfaqësuesi të lartë në të gjitha aspektet të një brezi që ka jetuar mes kontrasteve të thella historike, nga diktaturat e demokracia, nga izolimi në integrim dhe njëherëzi është një testament i jetës së një personaliteti, si një vlonjati të shquar që me punë, dije dhe përkushtim i ka qëndruar besnik idealit të tij në shërbim të vendit, të bujqësisë, të Vlorës dhe njerëzve të gjithë shqiptarëve. Miqtë e profesorit dhe ata të karriera e cilëve profesori ka ndikuar, unë do të thoja janë me mira. Janë me mira se po të llogarisësh studentët e universitetit bujqësor, po të llogarisësh ata që kanë mbrojtur doktoraturat, që janë udhëhequr nga profesor Lufter Xhuveli, po të llogarisësh ata për cilët në momente decizive profesori ka përcaktuar fatet e tyre, njëri duke i dhënë një specializim pas universitar, njëri duke e mbajtur pedagog, njëri duke i dhënë një rekomandim që ka bërë përpara në karrierë, po ta llogarisësh dhe qëndrimet dhe vlerësimet apo dhe suportet që kanë dhënë si ministër, pa asnjë hezitim mund të them që atë fjalinë e parë që e thash janë me mira, vërtet janë me mira. Në librin me kujtime, Xhuveli, që ka shërbyer për një kohë të gjatë si ministri i bujqësisë, rrëfen kujtimet e tij me disa qeveri dhe marrëdhëniet e takimet me Mehmet Shehun, Nexhmije Hoxhën, Ramiz Alin, Fatos Nanon dhe Sali Berishën. Në promovim ai tha se tregon vetëm historitë e ngjarjet ku ka qenë i pranishëm dhe se nuk pretendon të tregojë historinë e vendit. Unë kam nxjerrë disa konkluzione gjatë jetës time, gjatë bashkëpunimit pas 90-s e këtej, me figurat më të larta që kanë drejtuar apo që vazhdojnë të drejtojnë shtetin shqiptar. Ky ka qenë fatim. Të njoh të jem me ta, të punoj, të bashkëpunoj, të pëlqej, të mos i pëlqej. Para 90-s kam punuar, i kam takuar, kam biseduar, kam raportuar para tyre. Natyrisht, nuk mund të jem mendje madh që them kam bashkëpunuar me ta. Po, kam bashkëpunuar me Ramiz Alin. Po, kjo është e vërtet. 2 muaj rresht, gjatë Këshillit Presidencial, e filloja ditën e punës në mëngjes me telefonin me 2 numra. Se u vendosa në zyrën e Rita Markos, ishte zënës president, në presidencë, dhe de facto është ajo që tha Alberti, de facto për 2 muaj plot kam drejtuar Këshillin Presidencial të Shqipërisë. De facto. Dhe mëngjes për mëngjes flisim me telefon 2 numërsh që ishte vetëm për ish anëtarët e byros politike të asaj kohe, që nuk kalonte linja nga centrali.
Mirë po thuen lloj-lloj gjërash të qëna e të pa qëna. Dhe cilat janë ato mësimi që unë kam nxjerrë nga jeta. E para që nuk është e nevojshme, nuk ka vend që të hymenizojmë, të fetishizojmë drejtuesit tanë të çdo rangu, po kryesisht ata që janë në rangun më të lartë, ti fetishizojmë dhe ti quajmë të pakabushëm. Nuk ka nevojë për këtë. Ata janë njerëz. Me të mirat, me të metat e tyre. Janë qenie humane. Dhe si të tillë duhet i shohim. Si njerëz që punojnë, që kontribuojnë, po dhe që gabojnë. Me ndërgjegje apo pa ndërgjegje. Dhe meritojnë të respektojnë, cilët do qofshin ata pa përjashtim. Meritojnë të respektojnë për aq sa punojnë dhe për aq sa sipas mendimit të secilit kontribuojnë për këtë vend. Ky është mendimi im për udhëheqësit. Skena dhe prapaskena është rrëfimi një brezi që ka jetuar mes kontrasteve të thella historike, nga diktaturat e demokracia, nga izolimi në integrim, dhe njërazi është një testament i jetës së njeriu që me punë, dinjitet dhe përkushtim i ka qëndruar besnik idealit të shërbimit ndaj vendit dhe njerëzve të tij.